Ylber Ramadani ka folur për Telerama pas humbjes 4-1 që Lecce mori ndaj Atalantës. Mesfushori konsiderohet sërish titullari padiskutueshëm te klubi Serie A në drejtimin e Eusebio Di Francescos. Ramadani vlerësoi lojën e Lecces në 40 minutat e para, më konkretisht para se vendasit të zhbllokonin sfidën. Më pas tregoi edhe për periudhën kur projektohej largimi i tij dhe lidhjen me Leccen. Luajtëm shumë mirë për 40 minuta kundër Atalantës. Mendova se do të ishim në gjendje të shënonim në atë moment. Në vend të kësaj, Atalanta shënoi dhe pastaj goli i dytë vulosi ndeshjen. Nuk duhet të luajmë mirë vetëm 45 minuta, por 90. Është e vërtetë që dhuruam 2 gola, por shpresoj që kjo të jetë ndeshja fundit në të cilën posojmë kaq shumë gola. Duhet të përmirësohemi, ka lojtarë të rinj dhe disa debutues, kështu që le të vazhdojmë të punojmë. Emrat e rinj, ata janë lojtarë vërtet të fortë. Sipas mendimit tim, Sala, Stulic dhe Slebert luajnë mirë edhe pse janë të rinj. Vitin e kaluar nuk luajta shumë. Mendova se do të duhej të largohesha, por u ndjeva keq që do të largohesha nga ky vend sepse jam shumë i lumtur te Lecce. Trajneri gjithmonë thotë se kjo është shtëpia ime. Në fund punova mirë, trajneri me besim dhe kjo më bën të ndihem mirë. Edhe Di Francesco më tha se mendonte që do të largohesha, por më tha të stërvitesha shumë, sepse në futboll nuk e di kurrë se çfarë do të ndodhë, u shpreh Ramadani.